Përshëndetje. Jam me zotin Kujtim Muhaxhiri. Këtu të zyra, sa I lumtur që është. Sepse pse Kujtim, çka ke në dorë? Mund ta tregoj këtu? Kam një dokument. Po. Që zonja Marsida, I faleminderit Bersida, I faleminderit shumë me fjalë, o interesuar, nuk e di. Zoti Marsida është. Beskida më përmatu emrin tamam. Se lloj emrash më vjen Briselda, Brisilda, lloj. Tash shihni di emrin ta. Kujtim. Çfarë përgjigje ke marrë në Kam marrë përgjigje pozitive. Po, që do marrësh pension. Po, që do marr pension. Po, çfarë lloj pensioni? Pension italian apo shqiptar? Italian se shqiptarën e morin. E morim. Çfarë moshe ke Kujtim? Kam ja 3-4 ditë kom hyrë për 72. Okej, pra je gati 72. Ja. Apo? Kom ke lënë 71-shin. Me në më të maj, me musha 71 është. Ke lënë 71-shin. Vazhdojmë për 72-shin. Ama pensionin italian ti e more me marrëveshjen me Italinë. Sepse ti me sa pash ishin 91-shit në Itali, emigrant me datën 9/9/91 ke ikur. Dhe kur u ktheve në Shqipëri? 34 2009 kemi majtë sa shënime se unë si majme. 2009. Dhe erdhe bërë kërkesën për pension italian me marrëveshjen me Italinë, midis Shqipërisë dhe Italisë që hyrin fuqi në një korrik të 2025-s. Ti erdhe këtu në çfarë datën në zyrë? Nga korriku, nga fundi korrikut me sa më mend? Po, nga fundi korrikut. Dëshiron ta thuash se sa lekë të doli pension italian, sa euro? Ka dalë 533 euro. Presjet diçka, qëntezi ma kështu. Po pension shqiptar, merr dhe sa vite ke që marr? 17 punë e ne marr 120.000. Lekë shqiptar, ose 120 euro afërsisht, ose kemi raportin 1 me 1. Më tepër, se ka rajer, 950. Ja 120 apo 130. 130 euro afërsisht. Po. Po në Itali sa vite punë kisha? Në Itali, mos gabon, 532 javë, tham, setimane. Ose 533 setimane, që I bie pjesim për 52 javë viti, po diku mbi 10 vite. Diçka më shumë se 10 vite. Edhe more, po çfarë punë ke bërë që ke marrë kaq shumë lek ti? 533 euro, çfarë punë ke bërë në Itali natë? Ndërtim, punëtor në fatër. Ndërtim. Okej, për publikun duhet shpjegojmë që varet çfarë lloj tipologjie pune ke bërë. Jo vetëm sasia viteve, por dhe çfarë lloj pune, nëse punon badant apo bujqësi, pensioni dali ulët me 10 vite punë që ke ti. Por ndërtimi, mekaniko, metal mekaniko, autotransporti, për shembull shofer kamionash, keni rroga të mira dhe përpasoj dhe pensione të mira. Pse se do ketë shumë njerëz do thonë, po pse me 10 vite I ka dalë 533 euro këti? Ndërkohë që me 10 vite ne na del 200 euro, mund thot dikush. Po, mund t'i dalë edhe 200 euro dikujt. Se ka bërë bujqësi, ç'a preti? Bujqësi, ke siguracione t'ulta, rrogë ult. Po rrogë ulët, siguracione t'ulta, por pasoj dhe pensioni ulët. Kështu që rasti jot, ke pas një rrogë goxha të mirë mendoj për kohën. Me lira kanë qenë atë kohë? Me lira mos e kam. U kthye në euro kur largove në 2009. Euro me fjalë, nuk e maj me kur u bë. Po të kapi edhe euro ja ti. Po, është disa vjet me fjalë kom punuar me euro. Kapi. Në çfarë zone të Italisë ke? Në Verona. Verona? Po. Po pse u ktheve Kujtim në atë kohë? Ti nuk e ke marrë si emigrant I rikthyer me ligjin e vjetër, me marrëveshjen. Nuk është sa vit 2009 nuk ktheve, po pse u ktheve? U ktheva sepse filloi të mosha dhe mungot e puna, Ra puna, ran opcionet për punë. Nuk po gjeshe punë kollaj. Plus, për ne po them që e pash punës me fjalë 17 vjet, nuk jam pak për fjalë. Do më thonë, me rregull kom punu do të jetë, po Ti jetuan vërtet 17 vjet në Itali, por me rregulla të dolen 10 vite pak. Pra një 7 vjet ke punuar në zej, siç kanë bërë dhe shumë shqiptara. Dhe kjo fakt është gjunafa të punosh në zej, sepse kjo po të kishe punuar me rregulla dhe ato 7 vite do dilte nga 700-800 euro pensioni. Po halli kur thot me fjalë do për tjeu mirë, për tjeu shiko dera.
Po, edhe je detyruar të pranosh edhe ato lloj opsione. Do jetosh për të marrë një lek të shpejtë për të ushqyer familjen. Nuk është se desha, unë kisha qef, unë punesha para në unë si me rejë, si me rejë. Ti të solli sot. Solli sot po jot, Ariani. Ariani po pret përgjigjen. Kur shofi këtë video Ariani do mërzitet apo do gëzohet për ty, do mërzitet për vete. Jo, nuk besoj se sa u ndan tash mi fjalë, por nuk besoj të mërzit për. Që të mërzit. Ai do lumturohet se do japi shpresë që do i dalë dhe pensioni së shpejti tia. Ai do më ofroi për ty. Okej, Ariani ne përshëndes. Ariani njihemi prej vitesh, ka para disa vitësh këtu, nga që ai është i 91-shit me sa mbaj mend. Kemi ikë ty. Në të njëjtën kohë. Po, thuaj me njëjtën kohë, me të njëjtën thuaj gazetë kemi flete, pastaj kur shpundam, vetëm kur shpundam I ku qytet tjetër ai? Jo, në Verona edhe. Verona edhe s'ka dytë fare. E po mirë, besoj se shpejti do vi dhe përgjigja Ariani. Shpresoj. Pastaj do vini të dy bashkë. Patjetër. Baje vendimin. Kemi 50 vjeç shok. Oh, me Ariani, ne? Po, që 15 vjeç. Edhe ai tani kur thotë mori kujtimi pensionin, edhe unë do ta marr së shpejti. Atë po i thosha do të inshallah kom në martë aty. Komën e marr, ata të rreqesh dhe Arianin që të marrë edhe ai. Mirë, rraf kujtim për këta shpjegime të vogla. E ta gëzosh, me datën 1 të këtij muaji ty pensionin në bank, do vish të më njoftosh më cilës ricevutën e tjera. Faleminderit. Që të njoftojmë edhe në Itali. Mirë, ta gëzosh. Faleminderit. Mirupafshim.